Vetmia musliman për krejt njerëzit është e mirë po sidomos neve shqiptarëve na kemi nevojë për vetminë shumë. Për ata i këshilloj trit që të vetmohen ose del ec shumë vetën, ditën, natën, mëngjes, largohesh prej familjes ka njëherë. Këta mos të keq kuptojnë njerëzit që për ju thamon e mu largu prej familjes, jo kurse si. Jo, vetëm se vetmia të mëson shumë. Për shkak se na si familje ka njëherë i kem do ide shumë të rrezikshme. Ne keni për shkak folëm si familje, ai katuni atje nuk ban, po këtë katunën ta gjojmë pashna. Ose kem një farë tekne që nuk e din as kuj ka rrajt ajo tekna jonë. Kështu që trit mundësisht ma mirë rreka njëherë vetën se sa mo shoqëru me shumë njerëz. Dilne për mal, ec, edhe është e shnetshme për shnetën tane, po edhe veçohesh pak për njerëzve. Në atë kuptimin i këshyr pak njerëzit prej një kandi tjetër. Edhe sheh që shumë shpesh njerëzit kanë gabime që nuk i vrejnë heq. Mos harroni musliman që prej traditës të Rasulit alayhi salam para shpalljes ka qenë vetmia. E vetmia, sidomos vetmia në lutje, vetmia në saleh, vetmia në dhikr është shumë e mirë. Del, ec edhe ban dhikr. Thule la ilaha illallah subhanallah, e lut Allahun azza wa jall. Ban planën kryet tanë për jetën tane duke lut Allahun azza wa jall. Umran me kishta, to subhanallah, ban dhikr. Kjo është shumë e mirë. Elusmë Allahun azza wa jall me rujt e minimu këtë tritë muslimanëve.